أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falënderimet, adhurimet I takojnë Allahut Zotit Gjithësisë. Vetëm atë falënderojmë dhe vetëm prej Atij e kërkojmë ndihmën. Mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju që jeni sa të bashkë. Allahu ju bekoft, Allahu ju mëshiroft gjithë. Mendojmë që t'ja marrim pak minuta, por për t'u kthej më shumë. Apo si t'u them, I marrim këta minuta, I përpunojmë, edhe janë më të dobishme për ju, sa që mund të na kushtoj gjithë jetën. Apo mund ta fitojmë xhenetin. Apo mund të largohena përfundimisht prej xhenemit. Edhe ju Zoti ju bekoft inshallah. Shumë kohë nuk do t'ju marrim. Unë I zgjodha sonte disa këshilla nga një tabiin I madh, që quhet ndryshe Hasan el Basriu. Allahu e mëshiroft. Hasani ka një fëmijëni, një rini, një burrni, dietar I shuar, I veçantë, I cili në moshën e tij, kur ishte përgjini, transmetohet se ka pi nga gjiri I njënës prej bashkëshortëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe me të vërtet ka qenë njeri I veçantë. Është rrit me sahabët. Ka marrë shumë prej sahabëve, edhe numërohet si një nga tabiinët e mëdhej. Pra kur themi tabiin të mëdhej, sigurisht që kanë marrë pra gjithçka nga sahabët. Ky ka net me qindra sahabë. Sani ka qenë shumë I shuar. Adhurues I madh për veten e tij. Sa që njerëzit kanë menduar që s'do të ketë dytë si Hasani. Allah e mëshiroft. Aq shumë. Por ishte I dashuruar shumë edhe me jetën e ahiretit. Sa dhe që këtu s'kishte të dytë. Shumë njerëz kanë marrë mësime prej Hasanit, këshilla prej Hasanit, edhe sonte unë zgjodha një 6. Nëse do ta premtoj kohën inshallah, për Zotin kur të gjoni gjana të thjeshta. Edhe një herë pa e marr një ligjërat në xhami, edhe kur themi ligjërat me derset e Hasanit, domethënë siç kanë qenë xhamiat atëherë ose vendet në Basra, Allahu më mëshiroft që ka ligjëruar shumë. Domethënë për jashtë në vap njerëzit duke ngjuar, vetëm tani gjejnë ta marrin një këshill prej Hasanit. Edhe këshillat aty janë shumë, shkojnë domethënë me mia. Çfarë tha Zoti më mëshiroft? Tha, ju tha nuk do të bëni hajër, tha. Pse I tha? Do të bëni gjinofe, tha, po pa pendim. Allahu na ruaj. Mëkate pa pendim. Edhe po t'i venshe, edhe atëherë për më shumë kohën që jetojmë ne, nuk I japin rëndësi gjinofe. Shumica e njerëzve. Qa ishte? E bana I gjinofe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë çdo biri I Ademit është gjinofçar, është gabimtar. Por më I miri thot prej gjinofçarëve, prej gabimtarëve të Ademit, është ai I cili pendohet. Nuk do t'i japin rëndësi pendimit. Sa pa me gjinofe të vogla kam bërë. Ka mos I regjistru hiç. E thot besimtari. Edhe po Hasani ka thonë një vend tjetër që njerëzit do vend të bëjnë gabime në namaz dhe nuk do ta bëjnë as sejdën e harrimit.